Dhe këtë bënin, provokonin mendim, sepse njerëzit po nuk u provokuan nuk mendojnë. 95% e njerëzve nuk mendojnë Ronaldo e di pse, sepse ata kënaqen vetëm epshet e tyre miqtore ose mishin e tyre ose gjuhën e tyre. Gjuhën, them për gojen, gjuhën. Po, e kuptoj. Shijen e gjuhës, qellzën. Dhe 95% e njerëzve që se kanë kuptuar as podcastin tim, por më kuptojnë kur dalte Grida sepse unë janë këto 95%. Janë njerëz të cilët janë të varur nga fast foodi dhe nga pijet energjike. Vërtet? Po, dhe kuptojnë që kur hapin gojen, sepse duan kënaqësinë e momentit, duan të shijojnë gjërat pa u munduar. Dhe ti e di se cila është dëshira më e madhe e një njeriu i cili sapo ka mbaruar së ngrënë një sufllaqe? Jo. Të hajë një sufllaqe të dytë. Por dëshira më e madhe e një njeriu i cili sapo ka mbaruar së piri një kanaçe me pije energjetike, di cila është? Besoj të pi një kanaçe të dytë? Të pi një kanaçe të dytë. Po pra se mësova ta. Kështu që kjo është 95% e njerëzve të cilët kalbin trurin e tyre duke konsumuar junk food, që të bëjmë pak si Breziot që thot gjërat në anglisht, po jo vetëm junk foods, po dhe junk food në kuptimin e media sociale. Pra është bërë një studim ku njerëzit kur bëjnë scroll up me video që nuk kanë asnjë përmbajtje, asnjë thelb, e kalbin trurin e tyre njësoj sikur të pinë substanca.